Ky podcast është prodhim I Onovos. Mirë se vini në episodin e sotëm. Të ftuar të radhës kemi një personazh shumë karizmatik. Përveç karizmës, ironisë, sarkazmës në të gjitha videot e tij, të cilat janë vërtet shumë shpjeguese, kemi një instruktor palestre që në fakt ka rënë në sy, nuk ka shumë kohë që merret. Domethënë që ka dalë në pa, të themi, një vit e gjysmë, mos gaboj, sigurisht pjesën e instruktorit palestrës e ka bërë ndër vite, por fakti që është bërë I dukshëm dhe viral ka qenë, të themi, muajt e fundit, mos gaboj. Kemi të ftuar, ndoshta do ta keni kuptuar nga këto pjesëzat që them unë, ironia, sarkazma, na bën qeshi me videot. Ka edhe një bio shumë fantastike në Instagramin e tij që thotë: UFO në botën e profesorëve të lagjes. Nëse kemi thënë profesor të lagjes, besoj se keni kuptuar që kemi të bëjmë pikërisht me Erik Virgo. Mirë se na erdhe. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Çfarë them dhe unë? Unë mendoj që ky podcast, nuk e di pse kam ndjesinë që në këtë rast unë do të bëj vetëm një ose dy pyetje dhe ti do vazhdosh flasësh. Pse jo? Do dominosh? E bëjmë. E bëjmë. Erik, kënaqësi që të kam, sepse vërtet më ka bërë përshtypje postimet e tua, mënyra se si ndërton ato videot janë vërtet fani, por do të kanë pjesë të vërteta, pjesë që neve her pas here themi që po mirë, ne që kemi gabuar, kemi menduar që kemi të bëjmë një mit, por ky mit ju shemb dhe sot nuk flasim për atë, po flasim për gjëra të tjera. Tani, kush janë profesorët e lagjes sipas teje? Të them drejtën, kur vendosa të përdor atë term, u detyrova të ri 2 orë që të gjej diçka që përshtatet, se gjithmonë kur shkoja ose tek palestrat ose me shoqëri, prindrit, dhe ata mund t'i fuste ajo kategori, flisnin për gjëra që mund të kenë dëgjuar diku, një informacion të gabuar dhe ta japin si fakt. Edhe gjëja më bezdise, sepse unë e kam mësuar në shkollë, në universitet, domethënë kam mësuar gjëra të cilat nuk janë ashtu. Dalin studime, dalin gjëra të reja, është një profesion është një profesion I cili zhvillohet tërë kohës, ka për ditë gjëra të reja. Edhe unë vetë, nëse du të them një fakt, sigurohem, marr 2-3 burime dhe I krahasoj. Kur unë nuk arrit të dal në një konkluzion direkt, si mundi ti të më bësh diçka të prerë. Edhe kjo më bezdisi dhe këta njerëz për mua që japin informacione se ku janë të prera, fakte të prera, janë profesorët e lagjes. Janë profesorët e lagjes. Ti je doktori? Unë s'quhem doktor, jo. E kam thënë fix UFO, sepse gjërat që them shumë njerëzve duken si them, mite në një kuptim që nuk I besojnë dot, sikur kanë ardhur në një univers tjetër gjërat që them, ndërkohë janë gjërat më fundamentale, qoftë nga ana e se si funksionon trupi jon, qoftë nga mënyra se si logjika e trupit ton funksionon. Kupton se ca gjëra janë shumë të thjeshta, thjesht ne I ndërlikojmë. Si thosh tani ti zemra re, por ata thonë jo, po zemra re në këtë ritëm. Ndërkohë që zemra jo, thjesht ka një ritëm caktuar për ty, jo për të gjithë. Kupton? Mendoj që e bërë viral pikërisht nga këto video, reelsa, si t'i quajmë, domethënë pjesa virale e Instagramit dhe rrjeteve sociale, dhe e bërë më I dukshëm se sa vet instruktor nga profesioni që ke? Deri diku më ka ndihmuar shumë. Ka ndihmuar shumë të dali jo më tepër puna, sepse punën time unë nuk e publikoj shumë, kam bezdi, të bëhem si njerëzit që ky jam unë shif çfarë bëj. Jo, puna ime flet vetë dhe klientët e mi kam ndërmuaj. Më ka ndihmuar më tepër të bëj njerëzit të cilët nuk kanë mundësinë të pagojnë personal, të kuptojnë që shif, okay, edhe ti mund të servitesh si gjithë, sepse ke të drejtën të servitesh, ke të drejtën të ushqesh siç duhet, të mësosh të ushqesh, sepse atë dua të mësoj njerëzve. Edhe më ka dhënë besueshmëri. Atë duam besueshmëri, sepse njeriu duhet të kuptojë që kur shef prezencën e Erit, të thotë, okay, do dëgjoj diçka që tani do më futet në funksion për jetën. Jo do e marr, do e konsumoj si informacione dhe nesër pastaj s'më nevojitet më. Dukesh sigurisht kontrapedale me të gjithë. Ose më mirë, këtë do. Shumë mirë. Kjo është arsyeja. Absolutisht po, sepse nuk kam synim lekun, nuk kam synim të bëhemi pasur nga kjo gjë. Se puna ime shqyrëzohet më ka majtur edhe para se të bëja këtë gjë. Unë kam jetuar, kam shku 32 vjeç të punuar, jo tu net kot. Por erdhi një moment që thash mjast, s'duroj dot më të dëgjuar ujë me limon, rip këtu, jo bë atë, jo bë 55.000 push-ups ku diun, ndërkohë që është që më thjesht.
Cila është videoja që vërtet ty të bëri viral? Filloj me një video që tani ka ngecur, e cila foli për korset. Ajo ishte video e parë virale, tani më ka ngecur 175 mijëshja. Por aty ka pa ndjekësit e parë, që kalova 1 mijën, 2 mijën më te, si video. Edhe pastaj jam bërë këto, më virale që kam me kunatën time, që edhe jo është nutricioniste e mirë, Marcelën, edhe folën për shkakun se si ti mund të ushqesh me të njëjtat ushqime, komplet dy mënyra, sipas sasive si rregullon ti sasit, dalin kaloritë ndryshe. Edhe kjo funksionon për ty që do të shtosh shpesh, kurse kjo funksionon për ty që do të humbasësh shpesh. Me të njëjtat produkte. Nga korset besoj se inspiruar, frymëzuar nga ndonjë personazh? Ka vërtet që vim me korset, se ne kemi diskutuar edhe me një instruktor tjetër, ka qenë Marin Cama që ka qenë këtu. Po, ai bën shumë punë të mirë, Po, Marini është një shembull, vërtet. Shumë pozitiv. Shumë pozitiv, por edhe ai e theksoi këtë faktin e korseve. A mund të bësh ushtrime fizike edhe i shtrënguar, të them, edhe me gjithë të korsera? Nëse doktori të ka thënë, duhet ta mbash për një problem të caktuar? Unë më falë që po të ndërpres, po ka qenë vetëm momentin që mbas lindjes të thoshin që duhet mbaje korse. Po dhe kjo nuk e thoshte doktori, po e thoshte gjyshja apo po, nga këto. Ka momente që mund të përdoret, se unë doktori si as pretendoj të bëjmë ndonjëherë, po mund të ketë doktori që thotë do e përdor sepse ke këtë dëmtim, këtë. Të suportosh muskulin. Nuk mund bëhet korsia zëvendësues i muskulit. Ti ke muskulit e tu që janë aktiv, kemi korse natyral. Barku, diafragma, gjitha muskujt që ndodhen këtu, do t'rregoj thjesht për publikun. Edhe shpina. Ti këto muskujt kur përdor korsen i nxjerr jashtë loje. Pse t'ja bësh vetes diçka tani që do e paguash, se trupi është puna bankës. Si ti sillesh sot, atë çmim do paguash nesër. Kupton? Ti tani pse ti bësh keq vetes? Edhe kjo gjë mua më bezdisi edhe kur ti tani promovon një produkt i cili është hequr nga tregu shumë vite më përpara se korsia nuk është fut tani. Përdorje për mënyrë estetike në fundit viteve 1800 mos gaboj, u hoq fillim viteve 1920, vitin 1920 nuk aty. Po, në ato vite. Edhe të deformonte. Sa më tepër ta shtrëngohesh, më tepër të deformonte. Por ato se përdorëshin për servite, përdorëshin për linjat. Format, linjat trupore në mënyrë siluetat ishte më elegante. Edhe ishte moda e kohës, njerëzit ishin më paditur. Korset kanë qenë atë periudhë. Edhe ja falim. Por tani ti në 2025 të më kthesh një modë të prapambetur, të ma bësh mu si mrekullin e shekullit, ndërkohë s'bën asgjë gjë, madje të dëmton edhe në shumë raste të detyron të bësh stërvitje që të kthesh forcën që ti ke pasur para se ta përdorësh. Është absurde. Edhe e pagon atë gjë. Edhe nuk është se e pagon pak. Edhe kjo është ajo që mbezdis. Ti përfiton, ndërkohë s'ke nevojë të përfitosh nga ajo gjë. Bë linjën tënde të produkteve, rroba, bë çfarë dush. Thjesht mos përdor një produkt i cili s'bën asgjë dhe ma shet atë më tepër se diçka që vërtet mund futet në punë. Bëj një shpikje, drejtë martë. Shpik diçka e cila do ndihmoj popullin. Po jo kam kët, merre ti, ec përpara dhe unë bëj lek në kurrizin tat. Edhe pagojnë gocat e reja, kjo është mbezdis. Pikërisht, se ky është problemi që se moshat e vogla dhe moshat shumë të mëdha gënjen. Se ti nuk gënjesh tani që ti e di shumë mirë. Unë s'gënjem dot jo. Po dhe rreth im ka filluar të kuptoj dhe kjo i bën keq atyre dhe flasin për mua keq. Sepse kanë filluar të heq klienta, po unë si marr klientat e tyre. Unë thjesht them, iknin ata, bëni vet. Kjo është bezdis. Të vinë mesazhe kështu kërcënuese jo them, po mesazhe të cilat ndonjëherë edhe të ato që kanë ardhur, kanë marrë përgjigjen, s'kan ardhur më sepse përgjigjet që ka marrë. Jo, kthem përgjigjen të gjithë më se kam kuptuar. Më kanë thënë shumë njerëz. Nuk është se s'kam ulumtuar për ty. Të gjitha videot që ti përmend tani, që me ujë me limon unë kam studiuar. Më kënaqi fare dhe ajo limfodrenazhit. Edhe ishte një video fantastike. Edhe një mit tjetër që nëse mendon nuk është për atë punë. Domethënë limfodrenazhi është për gjë tjetër, nuk është për të rënë perimetri, për ta zvogëluar e gjitha gjërat. Bie për momentin sepse humbet ujë. Po pra, ujërat janë, vetëm ujërat. Sigur të pish tani tërë ditën ujë, thjesht ujë të pish. Do shkosh në banjo, do bësh nevojat tua e do bish 300 gram. Mos të re ujë, nuk është. Vetëm ujërat i kanë, lëngjet. Erik, ti në fakt ke një start që ke lindur në Gjermani, Po. Më pas i arritur, kur të them formimin, mund ta kesh marrë në Greqi dhe pastaj në Torino të Italisë. Trieste, në Trieste. 3 vende të ndryshme, 3 kultura të ndryshme. Sa ka ndikuar në formimin tënd? Gjermania nuk do them se ka ndikuar shumë në jetën time, se ishin i vogël. Por gjuhën e flisja edhe vazhdoj të flas shumë mirë, sepse e kam mbrojtur. Prindërit e mi u detyruan
në thonjza të më mësojnë njerëz se unë e flisa që i vogël në shtëpi, edhe që të më ruajnë atë identitetin e shtetit që kam lindur, vazhdoj për vite. Do thosha që jam diku midis Italisë dhe Greqisë, sepse Greqinë e shijova se kam qenë ata fatlumët, që në Greqi kam pasur gjitha konditat siç duhen prej prindërve, kam jetuar mirë edhe i vetmi anjoll që kam pas, edhe sepse shoqëria ime ka qenë greke, edhe vazhdoj dhe i kem dhe janë çuna të mirë, shumica e grekëve atëherë sillen shumë keq me shqiptarët. Sot E ke vuajtur ti këtë pjesën e budizmit? Unë e vuaja sepse grekët kanë të thonë shqiptar me përçmim, si thuhet, është fjalë Përçmim, po, o albanos thënë greku. Përçmim. Ishte ofensë. Është ofensë. Se ti tani kur thua në Itali thonë albaneze, është shqiptari. Është thjesht nga je, prej ardhja. Po mënyra se si e thoshte greku ishte sikur ti je shqiptar dhe diçka e gabuar ti je shqiptar. Që ti ka bajtur shumë i vogël, ë? Po, unë shkoj vogël, integrova, u propojnë që të më ndryshojnë emrin se dolën sepse ma e babin bën llafe, se dosh me më quajt Jorgo, grekët. Erik, Jorgo, Birko. Po, absolutisht. Edhe ideja është që në Greqi ka qenë periudha deri në 19 vjeç. Ka qenë një periudhë shumë e bukur e jetës time, por pe di po të jetoj akoma aty nuk do zhvillohesha dot. Edhe atë zhvillim që më mungonte në Greqi më dha kultura e Italisë. Më zhvilloi si njeri, më bëri gati për të përballur jetën moderne, se greku është diku midis, është i çik i prapambetur, i çik modern, përpiqet bëhet që zhvillimi i botës aty ka nisur dhe Po. të vjen keq ndonjëherë. po sepse kanë lënë veten. Po. Kanë lënë veten për shumë gjëra, kurse italiani përpiqet të ndjekë ritmet e kohës moderne dhe pastaj të jep dhe lirinë që ti të gjesh veten, sepse të jep mundësira. Okej, nëse ti ke një talent e në Itali vërtet bën për diçka, sistemi aty të ndihmon. Tani, ka dhe aty krizë në Itali. Problemi i Italisë tani është ekonomia dhe ekonomia e Italisë nuk suporton dot rinin, edhe çfarë bëhet aty dhe tani ka filluar dhe italianët të ikin. Edhe ka shumë pak talent që rinë. Dhe një nga ata për shkakun, nëse quajmë talent, i ka dhënë erdhën në Shqipëri. Kthimi besoj s'ka qenë dhe kaq i lehtë. Jo? Ka qenë goxha i lehtë. Ka qenë goxha i lehtë. Se jam rrit me frymë shqiptare, fëmijët e mi s'kanë mohuar asnjëherë që jam shqiptar, më kanë Sa thënë. kohë u bëre që e kthyer? Po, një vit e 4 muaj. Një vit e 4 muaj dhe të dali emri kaq shpejt? Është dhe fat. Është dhe fat. Është dhe s'është fat. Po dhe njerëzit kanë nevojë për cilësi, besoj. Kanë nevojë të dëgjojnë jo vetëm lajka, po dhe gjëra siç Si janë. na gjeta? Si mendon që jemi? Shqiptarët? Po. Shumë të uritur për që të dinë gjëra. Kanë shumë nevojë për informacion cilësor. Besoj janë lodhur duke parë të njëjtat modele perfekte, që janë copy-paste i njëri tjetrit, që flasin për të njëjtat gjëra, që paguajnë atë njëjtat kompani për të promovuar të njëjtat gjëra. Kjo është ajo diferenca që të bën ty të dallohen nga të tjerat? Unë s'jam i varur as një kompani, sponsorat Jo, në aspektin e instruktorit dhe trajnerit. absolutisht. Jo, po flas për çdo gjë, edhe tek rrjetet sociale sa aty e bëra bujën. Se një instruktor i mirë ka shumë gjëra të njësoj me një instruktor tjetër, sepse nëse ti ke bazën e dur, keni pak a shumë gjithë njësoj. Po flas në mënyrën se unë e transmetoj. Unë për shembull nuk do pranoja kurrë dhe s'kam pranuar kompani për shembull që më kanë thënë promovo këtë produkt i cili bën X gjë për kaq lek. Jo, nuk përputhet me gjërat e mia. Mund të vijë një kompani nëse pas nesër të më thotë unë jam, ku diun, i salçiçeve. Nuk do i promovoj dot, sepse nuk përputhet me standardet e mia. Edhe unë atë përpiqem të ruaj integritetin tim. Se ti më jep 1, se ti më jep 10, s'më intereson. Cili ka qenë vendimi kryesor që ti vendose të merresh me pjesën e instruktorit palestre? Domethënë, mos gaboj, ka qenë futbollist? Kam qenë futbollist për shumë vite. Po, dhe e le për shkak në një dëmtimi? E lash për një dëmtim, edhe pastaj në Itali erdhi dhe një moment që ishte universiteti, ishte shkolla, ishin dëmtimet, s'po ecte siç duhej dhe thash isha edhe me nervat periudhë. Pse? Po ndrova ambientin. Disa vite më përpara kishte vdekur shoqja ime ngushtë. Ishte një fazë që ishte kalimtare, prindit e mi dhe me thënë e bën transferimin e Greqisë në Itali, babi im e bëri në mënyrë shumë të prerë. Me thënë i ka unë dhe duhet vini. Dhe në një periudhë që ti paga shumë ke qenë edhe një djalë i rritur. Domethënë mund kishe marrë 19 apo 18? Kam qenë 18 për 19, më thënë 90 them unë. Kam qenë atë fazën në cili po, dhe unë isha që i hutuar, s'dija çfarë doja me bë universitetin, doja me punova një vit. Isha keq, po. Isha në kryqëzim.
Gjithmonë ka qenë i rregullt, domethënë ka qenë njëri që merresh me palestër, me ushqimin, i rregullt në pjesën e jetës shëndetësore të gjitha. Sportin në jetën time ka filluar 5 vjet, se kam bë një vit e gjysmë not. Atë e lash se ftohesha shumë shpesh. Pastaj u futa në futboll, futbolli vazhdoi deri në moshën 24, që bënte pjesë time të përditshme. Aty pastaj u futëm boksit. Po. Bëm boks për disa vite të mira. Bëra dhe jam edhe trajner për boks, po deri far moshe, deri te 14 vjeçarët kam servitur, 15 aty adoleshent. Smerrem me atë se nuk e kam shumë qef, janë shumë ora shumë intensive servite dhe Nuk me fëmijë të vogël në shtëpi dua të shkoj sa më shpejt, kupton, marrë klientët e mi të shkoj. Kaloj me familjen. Po ba, siç më shef në video që kështu gallat hallakatur, ashtu përpiqem të jem dhe me fëmin tim. Përpiqem të jem i babait i cili, okay, shef vogël 2 vjeç. Por e lehtë lirshme, do të këndoj, do të kërcej, do të bërtasi, bërtit. Në publik, bëj gjitha këto, derisa mos të kalosh limitin që të bezdisësh tjerët. Por gjithmonë me mirë kuptim, edhe kështu që kam një nuse e cila është pak a shumë njësoj si unë të formimi i fëmijës edhe kemi përputhshmëri shumë të madhe. Kjo është shumë e rëndësishme. Në ideologjinë dhe idenë se si duhet rritet një fëmijë. Duhet rritet një fëmijë. Ndalemi tani tek pjesa e vitit të ri. Shpesh bëhemi mëkatar, të ndohemi nga një copë baklava, të ndohemi nga panetone. Sigurisht, unë nuk mund të them që prisën nuk do t'ja, as për sheshin për shembull. Janë ngjyra që janë tipike, tradicionale, fest mes familjarëve dhe shumë e rëndësishme që të mblidhesh. Ndonjëherë fillojmë të kemi prit se nuk duhet të ha, që të paktën mos marr gjatë periudhës së vitit të ri. A është e vërtet kjo gjëja, domethënë janë mite që unë do të bëj ta pyet sortë më vonë, por që ato pyetësoria janë flesh fare për të thënë po jo. Atëre, unë gjithmonë flas për e ke pa te video sigurisht, që them duhet të llogarisësh kaloritë. Pa më si ti llogarisim. Po të merr peshore, merr një peshore. Dhe video ashme me shumësi. Do marrësh njerëzit do të fillojnë të përdorin peshoren, të vockën. S'dim çfarë të përdorim Erik. E di pse, sepse kujdesi më i madh fillon në momentin që ky produkt është organik apo jo, është bio, fillojmë i bëjmë ato matjet. Sa pesticide, sa gjëra ka. Domethënë, ne ngelem të rritëm duke matur. Po tani nëse bëjmë jashtë fiksuar për të matur ato gjërat, harrojmë që ajri, që thisim për ditë, është më i ndotur Tirana që në qytet më ndotur në Europë. Fillojmë atëherë i bie që jemi gjithë me maskë oksigjeni. Duhet të qetësojmë pak këtë pjesë. Tani ti e di që këtë ushqim nuk e ndryshon dot. Bë çfarë dush, bë matje, çpo shalgjini siç bëjmë gjithë verën. Do thënë shiko spesa ka shtraveca. Domethënë deri diku mund ta kuptoj sepse njerëzit kujdesen për kalamajt e tyre, por nuk mund të jesh 100% i sigurt. Tani me atë material që kemi, atë produkt që kemi, ideja është që ne duhet të fillojmë të bëjmë një rregullim tek vetja jonë. Të mësojmë veten tonë para punës si të llogarisë kaloritë. Është shumë kohë e shkurtër. Sepse nëse ti mësohesh një javë, një muaj, pastaj bëhet automatikisht ç'gjë. Çohesh në mëngjes ose nuk ka nevojë, bën meal prep. Një të diel për 3 ditë bën gati ushqimin. Do bësh mëngjesin gati. Të paktën një vakt, 2. Do të marrë 2 orë, do shpëtosh 2 orë për ditë. Për 4 ditë rresht. Që i bien 8 orë. Për 2 orë ke marrë punën e 8 orëve dhe kjo të liron duart. Tani festat që të vijnë tani të pyetje që bëre. Unë jam gjithmonë i rregullit 80-20. 80% ushqim i keq, 20% i mirë fal, edhe 20% ushqim i keq, më thonë sa. Pse? Sepse ajo të jep lirinë të konsumosh ushqimet që ti do në sasitë e duhura pa kaluar limitet e tua. Çfarë do të thënë? Një ditë do të kapësh, e them që ti të duhen 2000 kalori, po. Të rish të peshë që aktualisht je. 300 me 500 kalori minus është deficiti kalorik. Ty të lejon për shembull në 1500 kalori të konsumosh çfarë të duash, normalisht duke llogaritur proteinën, karbohidratet, fibrat, edhe yndyrën e mirë, të janë primare, jo sheqeri, se tjetri do thotë 1500 kalori sheqer, okay, bravo, s'bër asgjë. Do të thënë, ti konsumon 80% e 1500 kalorive me ushqime të mira, edhe 20% e lën për atë ëmbëlsirën e vogël, për atë copën e baklavas. Kjo është një mënyrë. Mënyra tjetër është që quhet calorie banking. Ti bën një që është për mendimin tim është më e mira. Ti bën një total kalorik në fundjavë. Thënë 2 herë 7 14000. Okej? Do të thënë ty të duhen 14000 kalori për 7 ditëshën që të bish nga peshë. Tani ti një ditë mund të konsumosh 2-3000 kalori. Po? Konsumon shumë kalori, shumë ëmbëlsira. Ke ditët e tjera që ti mund të stopo. Që të rregullosh bilancin kalorik. Në fund të javës, nëse bilanci është aty ku duhet,
je mrekull. Sikur dhe 100, okay, po është numër i vogël, por sikur dhe 100 kalori ti është nën 17 mishes, 14 mishes që tham, prapë je në deficit. Nuk do humbasësh atë 0.2, 0.4, ku diun, 400 gram dhjam në javë, por gjithsesi do biesh një farë. Ti duhet gjithmonë të mash balancin poshtë. Nëse do të biesh nga pesa, nëse do të ngelesh aty ku je, normalisht do e mash barabartë, nëse do të shtosh si puna ime që jam në surplus, do ta çosh sipër. Pastaj është një rregull tjetër, se ka shumë mënyra që njeriu mund të lojë, është lodi, është lojë, unë e marr si lojë këtë gjë. Ti çdo ditë nga deficiti jot mund të bësh deficit ekstra 200 kalori. 200, 200, 200, 200. Po 200 herë 5 janë 1000 kalori ekstra për fundjavë, që mund t'i ndas 500 kalori për një ditë, e 500 për ditën tjetër, që janë shumë. Çfarë bëjmë njerëzit? Bëjmë deficit të mirë të javën dhe në fundjavë we spike, bëjmë një spike gjigant, edhe në vend që të dalim në deficit, dalim gjithë në surplus. E pastaj ankojmë pse nuk vjen peshë, se s'po llogarita si gjë, i thuj bë me sy. Nëna ime i bë me sy gjërat. Edhe nëna ime nuk ishte në far trupi. Ti ke mundësinë e botës bëje. Po me porcionet. Porcionet? Porcionet për shembull. Ti ndash në porcione gjërat? Jo, janë të rëndësishme, po. Se thon për shembull që dëgjoj, varet edhe, domethënë pjesa e regjimit apo dietës. Varet edhe nga porcionet. Mund të hash një 200 gram kos, ndërkohë që nëse ti ha më shumë se kaq, domethënë sigurisht që do të ndikoj. Dhura kosin, po. Në rastin po do të jetë një gjë nga këto. Po kjo që thash unë të ndikon fikse porcionet, nuk e vën rën shumë te porcionet, e vën rën më tepër si të llogarisësh ti si të luash ti me kaloritë të auditore. Po aty besoj te porcionet e shkoj. Po të liron nga ideja që unë do haj kaq, edhe tërë ditën nuk konsumoj dot asgjë. Po. Të liron nga ajo ide. Por ka njerëz të cilët me porcione funksionojnë më mirë. A të bëjmë fastin e para vitit të ri? Tani. Po të bëjmë, sigurisht. Mos harrojmë që kur flejmë gjumë bëjmë një farë lloj fasting. 8 orë. 8 orë ti nuk ha asgjë. Duhet të çohesh, të pish ujë, të konsumosh ushqimin mëngjesin mirë, sepse ai të ban tërë ditën. Njerëzit çfarë bëjnë edhe zgjohen keq, flejmë pak, nuk pinë as ujë, nuk hajnë as mëngjesin, direkt nisen për të dreka. Se njerëzit i tepër mund të më shëndoshin, nuk është ashtu. Njerëzit kemi bërë këto dallimet me orare pa lidhje. Po të konsumosh ushqimin 8 darkës do shëndoshesh, në orën 3 e mirë, gjëra pa lidhje. Ky episod mundsohet nga qendra e mesazheve kineze. Këto thua ti zakonisht në videot e tua, do me thënë edhe orari ngrënies së darkës nuk pas ka rëndësi? Nëse ti je në deficit kalorik, ushqeu kur të duash, trupi do vazhdoj të bjerë nga peshë. Shkaq e saktë. Nëse ti në darkë... Kjo është gjithmonë, apo kjo varet edhe nga mosha në cilën jemi? Po flasim për konceptin deficit kalorik, është gjithmonë kështu, sepse është ligj. Nuk ndryshon. Kaloritë duhet kuptojmë që janë matje energjike. Si themi kile, si themi, ku diun, gjaull, është matje, është thjesht një emër që kemi vënë. Thjesht metra apo centimetra. 1 minus 1 bën 0. 0 minus 1 bën minus 1. Kaq është, matematik. Por ne themi para gjumit mos konsumo ushqimin, e kam thënë dhe unë, 3 orë para gjumit të bën mirë mos konsumosh ushqimin, pse? Sepse rregullon cilësinë e gjumit. Të zë gjumin më shpejt, të flenë më mirë. Flenë më mirë. Unë për shkakun që jam me gastrit kronik, nëse haj gjysore para se të flej gjumë edhe bë vakiun në gjumë kthehem me bark, direkt vjell me. Pse? Sepse refluksi im flak. Këto gjëra njerëzit po shpikën çdo gjë të mundshme për të rënë nga pesha, kur gjëja më e thjeshtë që mund të bëjnë është të masin kaloritë e tyre, të hecin, sepse duhet kombinojnë gjërat, edhe të servitin. Edhe ecja është shumë e rëndësishme. Ecja shumë e rëndësishme sepse jemi te 10.000 hapa apo 7.000 hapa? 10.000 hapa është ideale. Po. Për një person i cili nuk ka ecur pothuajse për shumë vite, s'ka bas 5.000 hapa. Le të fillojmë me 5.000-6.000 hapa, të vej trupin në ritëm, edhe pastaj gradualisht të kapet atë që edhe maratonodromi nuk shkon në menjëherë atë kudo. Fillon një vit përgatitje për të kapur garën. Merret edhe ti pak a shumë ashtu. Por edhe rëndësishme është dhe forca. Trupi ka nevojë për stërvitje, force, palestër. Trup. Ti mund të bësh ushtrime, shumica njerëzve nuk bëjnë dot një push-up, një pomp. Thonë që është keq. Fillo bëj gjërat e tilla, përmirëso cilësinë e gjumit, që është shumë i rëndësishëm, 7-8 orë që duhet flesh gjumë, sepse trupi në atë fazën e gjumit është procesi që rindërton, rregullon, rikuperon muskulin, ta them troç,
që edhe ai proces djeg kalori. Prandaj është e rëndësishme të bësh stërvitje. Sepse ne kur bëjmë stërvitje, muskuli bën ca micro tears, të cilën proteina helmi i keq e rindërton e rregullon. Ajo ndodh në gjumë. Kardio është i mirë kur ti stërvitesh. Stërvitesh. Sa të rëndësishme janë në këto momente kur ne merrem me stërvitje, me pjesa e vitaminave dhe suplementeve? Besoj se po. Ti i përdor vet? Unë vetëm 2 suplemente përdor. Sepse tjera ti konsumojnë ushqimi, sepse Po i merr në por unë jam te kreatina dhe proteina. Po. Proteina sepse sasinë time ditore nuk e kap dot me ushqim. Edhe do mi bote xhepat, do më çpote xhepat, do kërkoja lekë edhe në çorape. Po. Kurse në ana tjetër kreatina është një suplement i cili duhet. Duhet. Ka dalë tani së fundmi. Sikur thon jo. Profesori, Po profesori më sa duket. kreatina ka dalë së fundmi, ke edhe tek PubMed, janë bërë këto edhe te Frontiers, Po janë 2 që ti. edhe analizë kanë dalë për shkakun që të bën mirë edhe për cognitive function. Për masi farmoshe, do të thënë të bën mirë edhe për trurin. Kreatina pastaj të jep energji në stërvitje, thënë. Po manat e unë që ka të formon muskul, por nuk është steroid. Do të kuptojmë se nuk është steroid, nuk të bin flokët në kreatina. Thojnë të bë keq të veshkat. Nëse ti ke probleme me veshkat. Të mbartura që. Po, të person që ka probleme me veshkat, edhe proteina, edhe kreatina, por edhe mishi, edhe vezët. Domethënë janë sa gjëra që ti duhet të limitosh, se doktori do thotë këtë dhe këtë nuk e han dot. Do thënë, ne gjithmonë kemi vënë gishtin kreatinës. Që ai është fajtori. Ndërkohë, i njëjti person që të vën gishtin kreatinës për vete mund të ketë në sistem trembolon, danabol, që janë këto steroidet e fuqishme. Edhe ai ty të thotë mos përdor kreatinën. Bëjmë çik. Doja dija çfarë grup moshe ke në që merresh? Më i ri, klienti më i ri që kam është 17 vjeç. Është futbollist. Ndërkohë gjithë tjerët janë përveç një koce që është 27 ditë tjerë janë over 40. Mbi 40. 35-40 të sipër. Si e shikon ndërgjegjësimin e shqiptarëve? Ndërgjegjësimin me kuptim? Në kuptimin, por ndërgjegjësohen sot për të bërë një jetë të shëndetshme në lidhje me palestrën, me ushqimin, me mënyrën se si duhet të jetojnë. Moshat më të mëdha janë më të ndërgjegjshëm. Janë më të ndërgjegjshëm sepse kanë arritur atë ku duan masë nga ana karrierës, në stili jetesës. Edhe zgjedhin atë që atë mendojnë është më e mira për veten, edhe e bëjnë. Ndërkohë të rinjt shkojnë në palestër për verën. Shkojnë në palestër për të ndetur fustani për dasmë mirë. Domethënë kanë ca pretendime edhe në herë pa lidhje. Vjet tjetri thotë një muaj para se dali në plazh thotë a bëhem un trup për Të vinë ty kështu? Kanë ardhur kam qenë instruktor, se tani shoqëri nuk punoj më si instruktor, punoj vetëm si personal. Edhe kishin ca unë dua për një muaj të bëj trupin që ka X person. Se bën dot. Si do bësh diçka mrena, ti nuk e ndërton dot të shpi për një muaj? Jo. Është një logjik. Vet në këtë pjesën e, më the, nuk je vetëm sot je personal trainer. Po. Mendon që të jesh edhe të kesh një palestër tënde, ku të kesh një filozofi të palestrës që ti po. Ajo është objektiva finale, të bëjmë një revolucion vogël në Shqipëri. Çfarë mendon për shkakun që mund të jetë më ndryshe nga të gjitha palestrat e tjera që ne kemi? Do kujdesem çfarë do them, sepse s'dua të jap shumë informacion se këtu ta marrë ta bëjmë për vete, por ideja është unë konceptin e trajnerit personal dua ta zhduk. Do ta zhdukësh? Dua ta zhduk sepse dua ai që të punoj për mua. Ti mendon që punohet më mirë në grup? Jo tamam, jo tamam. Dua ai që të vitë palestra ime ta di që do stërvitet njësoj si do stërvitemi një personal, por me kuptimin që s'ka nevojë të harxoja shumë lek. Po. Edhe instruktori që do jetë pjesë e palestrës do paguhet shumë mirë, që mos më thotë mua nesër pas nesër, jo unë se stërvita te X person, se nuk e bëjmë pas më dha lek për personal. Në Shqipëri është koncepti shumë i gabuar, ti kërkon një informacion të thjeshtë, kam pa me sytë e mi, vjen fillestari ditë e parë, çat bëj unë, 1 2 3 4 hik. Po pritë vëlla, mësoje. S'ka në fare nuk intereson, asë të dëmtohet, asë ku di unë, është person që mund të ketë probleme fizike, nuk pyesin. S'po flas se ka dhe njerëz që bën atë, po flas për shumicën që kam pa. E shumica është ti pyet edhe njerëzit prandaj më ndjekin sepse marrin informacionin që nga ata vet duhet merreshin si marrin. Ti për shembull mund të kesh nuk di të bësh squatin. Si ta bëjnë squatin? Ja, bëj kështu 1 2 mirë pa flas, nuk ja shohim se si e bën.
Po mirë, do më bësh i program, lek. Do më bësh këtë, çdo bëhet me lek, se ti e marr në punë për atë punë. Je instruktor. Ço më thon instruktor? You instruct. I tregon tjetrit se si. Se si të. Kupton? Se si të ndërtoj trupin e tij sa më bukur. Me që ata njerëz nuk duan ta bëjnë atë gjë, unë do bëj një koncept palestre që auto. Ke nota humori ti në palestër përveç se shohim video? Shumë. Shumë. Ja, ma që shef herë 10. Më thënë, zakonisht argëtojnë klientë, mi më argëtojnë. Argëtohen, Po. Edhe unë me ata dhe ata me mu. E ke projektuar ndonjëherë veten se mund të jesh në një pjesë spektakli, atë kam përvozuar ndonjë gjë? Nuk flas, për atë Nuk pjesë. flet, ë? Për atë pjesë jo, por ideja është që nëse më vinte unë më pëlqen humori. E Të gallata, pëlqen? po të shumë. pëlqen. E ke në atë Po, notën, nëse të vjen unë natyrshëm. besoj e kam, po. Nëse Po. vinte nesër pas nesër më thosh një hajde merr pjesë te ky X film ku diun të bësh një rol me qesh, me vrap. Ku diun. Do e bëj, ë? Po. Dram nuk e di, se nuk jam rob që suporto dramat, e as nuk i shoh. Ke pasur në një dramë tënde? Shoqën të ngushtë. Vetëm kam atë? pasur. Shoqën të ngushtë. Vetëm atë, po në lidhje me jetën tënde, me këto vërsiret e drogës. Me këto. Tani ka qenë një periudhë që adoleshenca bët veten, më fal se tani bëra sik nervoz. Sigurisht se nuk janë tema kaq të bukura në fakt për të diskutuar, po as të punë. Ka qenë periudha, në fakt mami kishte marrë vesh, babi pak më vonë. Diku tek sa vdiq shoqja më ngushtë. U futëm alkoolit me kokë, që ta suportoshme dhe provum substanca të ndryshme. Jo shumë të këqijat, nuk po kalem të ato, por substancat majtën disa për i farkoj, disa zjatën më tepër, por diku tek ishte 22 vjeç, thikën, edhe tmeshme. Pra ajo them ca gjëra bëhen, por të sjellur aty ku je. Prandaj jam ky person shumë cheerful, shumë humor, nuk më vret shumë. Je ndërgjegjësuar sot besoj edhe. Po, edhe deri diku. Familja sa ndikoi. Ishte ajo që të mbështeti mamin? Babi me mamin shumë. Por mami ishte ajo që i dinte të gjitha, se unë kam pas një relat me mamin që shqyr, edhe them edhe fëmijët duhet të kenë një prind paktën ta kenë për çdo gjë. Edhe unë kam pas se vlezër motra s'kam, kam pas mamin që çdo gjë drejtoja i thosha, bëra këtë, më thonë ta dish, që nëse do diçka, mami thoshte babit. Edhe babi në mënyrën e vet, babi në mënyrën e vet më kalonte më informacionin, kupton? Po. Më thonë, edhe më mund sot të kësaj ditë si ma bëri që të më heqin nga rruga e substancave. Më mori në makinë, më ka çuar në qendër të Omonjes, Omonia është qendra e Atinës poshtë Tmerr. Edhe më mund në një moment ecim ishim në një rrugicë, ishim tu kap semaforin e kuq, edhe bie një nga këta mes rrugës. Këta drogaxhindra mes të rrugës, mu para makinës tonë. Babi nuk e shtypi se ishte shumë avash, e parakaloi, e pa e tha, eri, do të bësh kështu. Babi s'thot gjë, po shikoj se mund ka ta ndisësh. Edhe është një shok, kur ta thot babi është një shok. Tronditje të mëdha, disa shkundje. Këto janë mësime. Këto janë mësime se mësimet e tjera nuk vlen, më thënë, ta fus në shkollën ty pse e bëre, nuk vlen. Këto po. Këto Erik. 2025 si ka qenë për ty? Se jemi në fund të vitit, kështu që të bëjmë deri diku një analizë të vogël, theme. Atëherë, na aspekti familjar, që është më i rëndësishëm. Shumë rëndësishëm, po. Gjitha mirë, shëndeti gjithëve mirë, lajme të mira, vazhdoft kështu sa më gjatë. Goca po mritet siç duhet. Ka pasur sa peripeci kështu me temperatura, po ne si prindër të rinj. Po normale. Paniku i babit në kupë që jetë, grejme që më mërkon tokë. Në aspekti i punës, më mirë se çprisja, se normalisht për kaq pak kohë që kam krijuar një farë baze, një emër. Pastaj nga rrjetet sociale ishte i bum i papritur, i mirëpritur, edhe të vazhdoj kështu, pse jo. Të transformohet në diçka tjetër, në spektakël, të futemi me një televizor, ku diun. E shoh që e ke më shumë qejf. E kam, të drejtën. Të shkëlqejnë syt? Po. Turp nuk e kam. Bëjmë disa pyetje fare të shkurtra, që tham. A është dhjetori muaji më mëkatar për trupin dhe më i butë për ndërgjegjen? Besoj se po, se shumica e njerëzve thënë, ha më fund i vitit, nga janari do filloj. Do rregulloj. Të gjithën këtu e kemi. Dieta drastike para krishtlindjes, rrezik apo iluzion? Rrezik, se mund të ngelesh një periudhë pa fuqi. Se nëse ti bën dieta drastike, do ngelesh pa fuqi, se trupi si do e përballojë ditën tënde. Edhe rrezikshme sepse nëse do ngelesh pa fuqi, do konsumosh më tepër se ç'duhet ëmbëlsira, edhe ajo që ti objektiva që ke do transformohet në
Okej. Pesh Cila model është madhe. pyetja më absurde që të bëjnë si trajner gjatë festave? Ti përmend këtë pjesën e plazhit që dua të jem Në formë. para një muaji se të shfaqem aty buzdetit. Kjo është. Kjo është është, sepse nuk arrit të kuptoj se si ti nuk e kupton dot që po nuk e bëre diçka rregullisht do kapësh objektiv. Pa një konsistencë e jashtëzakonshme nuk ka se si të kemi rezultate. Nëse ke një klient të trallton me regjimin që ti ka dhënë normalisht, si reagon ti? Mirë, sepse unë kam detyrim të ndjek aty që ai më thot përpara, prandaj bëjmë një briefing, mësoj se si është klienti dhe jap aty që ti përshtatet. Jo të gjithë kanë të njëjtin dietë. Dietë. Siç po shiten tani. Po në një justifikim qesharak që të kanë dhënë për shembull. Çfarë thon zakonisht më shumë? Kam fjetur vonë. Ja, jo që sharak kanë këto të përhershmet. Po, të përhershmet. Kam fjetur vonë, piva djendarke, pasaj te pjesa e dietës është me gallata. Konsumova, ku diun, diçka X me karbohidrate 11 natës, sa do më shëndoshi? Jo. Jo, karbohidrati s'ka vrarë, nuk të shëndosh. Po proteina këto? Jo, gjitha, vazhdo, deficit Nëse do do bëjmë duhet të operacion. përshkruaje palestrën në 3 fjalë ikonike, cilat do të ishin? Palestra, disiplin, vullnet, edhe mirëqenie. Super. Nëse palestra do të ishte një film, çfarë zhanri do të ishte? Ti nuk doje drama? Komedi. Komedi me ty. Komedi. Always comedy. Always komedi. E qeshura është ilaçi më i mirë për helmin që kemi për ditë këto dramat e përditshme. Mendoj Besoj. që i tham të gjitha, mendoj se po. Mendoj se tham çdo gjë prekën pak a shumë pjesën e jetës tënde, që kur e ke nisur, pjesën familjare, gjithë rinin tënde dhe ajo që është më e rëndësishme për dëgjuar dhe ata që na dëgjojnë. Ma ha mendje që kjo pjesë edhe ju intereson njerëzve. Të dinë se kush është Erik. Besoj se Para po. se, por dhe si trajner, na dhe shumë këshilla të vlefshme që besoj se të gjithë ne na duhen, edhe pse ndonjëherë duket sikur i dim, edhe ai uji me limon na bën mrekullira, po në fakt nuk na bën asgjë. E shumë gjëra të tjera. Unë të falenderoj shumë dhe të uroj një vit sa më të mbar. Dhe neve kemi kështu si një traditë. Tani vjen dhe viti i ri, jemi në prag të vitit të ri dhe nuk harrojmë asnjëherë të japim një dhuratë vogël, e cila ka lidhje pikërisht me produktet e Onovos, janë suplemente për një mirëqenie akoma të mirë të trupit tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit e Dhe vlerësoj. gëzuar festa të mbara. Gëzuar dhe juve dhe të jeni gjithë mirë dhe me shëndet. Shpresoj të të pëlqejnë në fakt. Normal që po. Sepse më dhe mund t'i hapësh, ti shikosh se çfarë janë. Okej, pas kemi Deep Cleanse thot, cleanse. Po, Deep Cleanse. Gut Health, Clear Skin. Besoj këtë do na futet shumë punë tani që jemi në periudhën Patjetër, është e vitit më 3, efikasi. por të na pastruar i çike edhe zorët për pjesën e tretjes. Tani dhe Mendoj se servitet po. do të bëjmë, po dhe do të mirëmbajmë me këto gjëra. Por tani nëse gjërat funksionojnë, pse mos i përdorim? Po, patjetër. Edhe dyti që ka Flexonorm, i cili ti lexoj çka ka mbrapa? Po, Okej. lexoj se është. Vitamin rëndësishme D, të thonë aty. kalcium, magnezium, zink, sodium, glukozamin, Ti besoj se kupton më MSM, mirë po, akoma. vitamin këtë. Kjo është për kocka, duhet të Po, jetë, për kockat. për gjymtyrët edhe për kartilazhin, po. Me palestrën. Nëse domethënë keni probleme me supet, me gjunjët, për ato kërcat që gjithë kemi probleme, merreni se do ju futet në punë. Do e marr dhe unë, kështu që besoj. Ti e morë. Jemi mirë. Ke E dhuratë. mora, po do e marr siç duhet. Okej. Faleminderit shumë që na ndoqët dhe do të rishihemi sërish. Ky episod mundsohet nga Qendra e Mesazheve Kineze.